A do të keni guximin të sillni në jetë 18 fëmijë nëse do të dini që shoqëria do t'ju tallë çdo ditë, nëse do të dini që do të flini të uritur për t'i ushqyer ata, nëse do të dini që askush nuk do të besojë tek ju? Shkruani në komente. A do ta bënit këtë sakrificë apo jo? Dua të dëgjoj mendimin tuaj. Kjo është historia e Gjonit dhe Marinës, një çift shqiptar që jetuan në një fshat të vogël malor në veriun e Shqipërisë. Ishte viti 1985 kur ata u martuan, dhe askush nuk mund t'imagjinonte se ciza do të ishte rruga që do të ndiqnin në jetën e tyre. Gjoni kishte vetëm 20 vjet, Marina ishte 18. Të dy vinin nga familje shumë të varfra, ku buka e gojës fitohej me djersën e ballit dhe ku çdo ditë ishte një betejë për mbijetesë. Martesa e tyre organizua në shtëpinë e prindërve të Marinës, një shtëpi e vjetër prej guri dhe toke, me 2 dhoma të vogla dhe një zjarr që ndizej në mes të dhomës së madhe. Nuk kishte shumë mysafir, vetëm familjarët më të afërt dhe disa fqinj. Nuk kishte orkestër, as ushqill të bollshëm, por kishte dashuri, kishte shpresë dhe kishte një premtim të heshtur midis tyre. Do të ndihmoheshin njëri tjetrin, pavarësisht se çfarë do të sillve jeta. Gjoni punonte në kooperativë, duke kryer punë të rënda në ara dhe në mal. Paga ishte e vogël, pothuajse simbolike. Marina mbante shtëpinë dhe ndihmonte familjen e saj me punët brysore. Ata jetonin në një kasole të vogël që ua kishte dhënë familja e Gjonit, një vend ku era depërtonte në përçarje dhe ku të ftohtit e dimrit ishin të padurueshëm, por ishin të lumtur, sepse ishin bashk. Në pranverën e vitit 1986, Marina mbeti shtatzën për herë të parë. Lajmi i gëzoi shumë të dy, por edhe i trembur. Si do ta ushqenin një fëmijë kur vetë ata hanin vetëm një herë në ditë? Si do ta vishnin? Si do ta rrisnin? Por Gjoni i kishte thënë Marinës: "Ne do ta gjejmë një mënyrë. Gjithmonë ka një mënyrë." Në vjetor të vitit 1986, në një natë dimri të ftohtë dhe me borë, Marina lindi djalin e tyre të parë, e quajtën Pjetër. Lindja ndodhi në shtëpi, me ndihmën e një mamie që erdhi nga fshati fqinj. Nuk kishte spital afër dhe rrugët ishin të bllokuara nga bora. Marina vuajti shumë, por kur dëgjoi të parën bricmë të Pjetrit, të gjitha vuajtjet u harruan. Gjoni e shikonte të sapo lindurën me lot në sy. Ishte një moment që nuk mund ta shprehte me fjalë. Ishte bërë baba, dhe tani kishte një përgjegjësi të re, më të madhe se çdo gjë tjetër që kishte përjetuar deri atëherë. Ditët e para me Pjetrin ishin të mbushura me gëzim, por edhe me shqetësim. Marina nuk kishte mjaft qumësht për ta ushqyer fëmijën si duhet, sepse vetë ajo nuk hante mjaftueshëm. Gjoni dilte në male të kërkonte dru për zjarr, sepse nuk kishin çfarë të blinin. Ai shkonte te fqinjët, lutej për pak qumësht, për pak miell, për diçka që do t'i ndihmonte të mbijetojnë. Disa njerëz u treguan bujar, por shumica thonin: "Si po mendon të rish të gjallë me një fëmijë kur vetë nuk ke gjë për të ngrënë?" Gjoni nuk u përgjigjej, thjesht falenderonte dhe vazhdonte përpara. Vitet që pasuan ishin vite të papërshkrueshme. Në vitin 1988 erdhi fëmia i dytë, një vajzë që e quajtën Marie. Pastaj, në 1990 erdhi Gjoni i vogël. Në 1992 erdhi Liza. Në 1994 erdhi Tomi. Çdo 2 vjet, Marina linte një fëmijë të ri. Dhe çdo herë, jeta bëhej më e vështirë. Njerëzit filluan të flasin. Fqinjët thonin: "Çfarë lloj njerëzish janë këta që sjellin fëmijë në jetë kur nuk kanë as për vete?" Gratë e tjera e qortonin Marinën kur e shikonin shtatzën përsëri. "Ti je çmendur, si do t'i rrish këta fëmijë?" Madje disa e fajsonin Gjonin. "Ti po e shkatron këtë grua, nuk ke mëshirë për të." Por Gjoni dhe Marina nuk dëgjonin. Ata besonin se çdo fëmijë që vinte në jetë ishte një bekim nga Zoti, pavarësisht vështirësive. Dhe ata ishin vendosur ta bënin të mundur. Gjoni punonte ditë e natë. Ai merrte çdo punë që gjente. Punonte në ndërtim, në ara, në pylltari, madje edhe si rojtar në një kooperativë gjatë natës. Nuk flinte më shumë se 4 orë në ditë. Trupi i tij u hollua. Fytyra u plak para kohe. Duart u mbushën me lëkurë të ashpër dhe plag. Marina nga ana tjetër bënte mrekulli me asgjë. Ajo gatonte me ato pak gjëra që kishin. Bënte bukë nga mbeturinat e miellit, bënte supë nga perime që gjente në përfushat e braktisura, kursente çdo grim ushqimi për fëmijët. Ajo rrallë hante. Thoshte: "Unë nuk jam e uritur", por Gjoni e dinte të vërtetën. Fëmijët rriteshin të shëndetshëm, megjithse jetonin në varfëri. Ata mësonin të ndanin gjithçka. Një copë bukë ndahej në 5, në 6, në 8 copa.
Rrobat kalonin nga i madhi te i vogli. Këpucët rregulloheshin me tel dhe me copza lëkure. Asgjë nuk hidhej. Çdo gjë ripërdorej. Me kalimin e viteve, familja u bë objekt talljeje në fshat dhe në zonat përreth. Kur Marina dilte me fëmijët e saj, njerëzit shmangeshin. Disa qeshin pas shpine. Disa thonin, ja kjo grua që po sjell një ushtri fëmijësh. A nuk ka turp? Në shkollë, fëmijët e Gjonit dhe Marinës vuanin bullizëm. Shokët e tyre i quanin fëmijët e varfër, ata që nuk lajnë rrobat, ata që han vetëm bukë. Pietri, djali i parë, u ra njëherë nga djemë më të mëdhenj sepse vishte këpucë të grisura. Maria, vajza e dytë, u tallë sepse vinte në shkollë me një fustan të vjetër që i kishte trashëguar nga kushërirja. Por Gjoni dhe Marina u mësuan fëmijëve të tyre diçka shumë të rëndësishme. Dinjiteti nuk varet nga paratë që ke, por nga njeriu që je. Mos u turpëroni kurrë për atë që jeni. Jemi të varfër, por jemi familje. Dhe kjo është më fort se çdo pasuri. Fëmijët mësonin të ishin krenar. Mësonin të ndihmoheshin njëri tjetrin. Mësonin të mos ankoheshin. Dhe mësonin të besojnë se një ditë jeta do të ndryshonte. Në vitin 1998, kur Marina ishte shtatzën me fëmijën e 9, ndodhi diçka e tmerrshme. Gjoni u aksidentua në punë. Ai po punonte në një kantier ndërtimi, kur një mur i vjetër u shemb dhe e goditi në shpinë. U dërgua me urgjencë në spital, ku mjekët i thanë se kishte dëmtuar shtyllën kurrizore dhe se do t'i duheshin muaj për t'u shëruar plotësisht. Kjo ishte një goditje frikshme për familjen. Gjoni nuk mund të punonte më. Dhe pa të ardhura, si do t'jetonin? Marina ishte në muajin e 6 të shtatzanisë, me 8 fëmijë në shtëpi që prisnin të ushqeheshin, të visheshin, të shkolloheshin. Ajo nuk e humbi shpresën. Ajo filloi të punoj vetë. Shkoi te familjet e tjera dhe ofroi të lante rroba, të pastronte shtëpi, të kujdesej për fëmijë të tjerë. Fëmijët e saj më të mëdhenj, Pietri dhe Maria, lanë shkollën përkohësisht për të ndihmuar familjen. Pietri, që ishte vetëm 12 vjeç, shkoi të punojë si çoban te një familje fqinje. Maria, 10 vjeç, filloi të ndihmonte në kujdesin për vëllezërit dhe motrat e saj më të vegjël. Ishin ditë të errta. Ka ditë kur nuk kishin asgjë për të ngrënë. Ka ditë kur fëmijët qanin nga uria dhe Marina nuk kishte çfarë t'u jepte. Ajo thoshte, nesër do të kemi. Nesër Zoti do të na ndihmojë. Dhe në mënyrë të çuditshme, gjithmonë vinte diçka. Një fqinje sillte një thes me miell. Një tjetër linte pak patate në prag të derës. Një grua e moshuar nga fshati u dha një copë gjalp dhe pak vaj ulliri. Ishin gjeste të vogla, por që u shpëtuan jetën. Në shtator të vitit 1998, Marina lindi djalin e saj të pestë, që e quajtën Ndre. Lindja ishte e vështirë. Marina ishte e dobët nga mungesa e ushqimit dhe nga stresi i muajve të fundit. Mamia që e ndihmoi, tha se nuk ishte parë ndonjëherë një grua me kaq shumë forcë shpirtërore. Kur Gjoni, i shtrirë në shtrat me shpinën e dëmtuar, dëgjoi britmat e të sapolindurit, filloi të qaj. Ai nuk mund të ngrihej të shkonte te gruaja dhe fëmia i tij. Ndihet i paaft, i pa shpresë. Por Marina e solli bebin dhe e vuri në krah. Shiko, ne e bëm përsëri dhe do ta bëjmë zërisht sa herë që Zoti dëshiron. Gjoni e pisti të voglin në ball dhe u betua se do të shërohej, do të ngrihej, do të vazhdonte të luftonte për familjen e tij. Shërimi i Gjonit zgjati 6 muaj. Ai nuk pushoi të bënte fizioterapi dhe ushtrime çdo ditë, edhe kur dhimbja ishte e padurueshme. Marina i bënte masazhe çdo mbrëmje me vaj ulliri të ngrohtë. Fëmijët luteshin çdo matë që babai i tyre të përmirësohej. Në pranverë të vitit 1999, Gjoni u ngrit në këmbë. Ishte i varfër, por ishte në këmbë. Dhe menjëherë filloi të kërkoj punë. Nuk pranoi të qëndronte duar lidhur. Gjeti punë si rojtar në një shkollë. Një punë e lehtë që nuk e lodhte fizikisht, por që jepte një pagë të rregullt të vogël. Pak nga pak, gjërat filluan të përmirësoheshin. Pietri dhe Maria u kthyen në shkollë. Fëmijët filluan të hanë 2 herë në ditë. Marina gjeti punë si rroba qepse për disa familje në qytetin fqinj. Çdo lek që fitohej kursehej me kujdes. Edhe pas aksidentit dhe vuajtjeve, Gjoni dhe Marina vazhduan të prisnin fëmijë. Në vitin 2000 erdhi Drita, vajza e 4. Në 2002 erdhi Gjergji. Në 2004 erdhi Arta.
Në 2005 erdhi Erioni. Tani kishin 13 fëmijë. Njerëzit vazhduan të flasin, por tani diçka kishte ndryshuar. Disa njerëz filluan të admirojnë këtë familje. Disa thonin, si e bëjnë, si mbjetojnë. Disa filluan të kuptojnë se pas kësaj familjeje kishte një forcë që nuk shihej, dashurinë, besimin, përkushtimin. Fëmijët e mëdhenj filluan të ndihmojnë më shumë. Pietri, tani i rritur, filloi të punojë si ndërtues. Maria ndihmonte nënën e saj me qepjen. Gjoni i vogël punonte në fushat e një fermeri. Të gjithë kontribonin. Asnjë nuk ankohej, asnjë nuk thoshte nuk dua. Marina, megjithse e lodhur dhe e konsumuar nga lindjet e një pasnjëshme, nuk humbi kur shpresën. Ajo thoshte, Zoti na ka dhënë këta fëmijë, sepse di se ne mund t'i rrisim, dhe ne do ta provojmë se ai kishte të drejtë. Në vitet që pasuan, erdhën edhe 5 fëmijë të tjerë. Lulzimi në 2006, Artani në 2007, Besa në 2008, Endri në 2009 dhe Fioralba në 2010. Tani ishin 18 fëmijë, 18 zëra që qeshnin, që luanin, që qanin, që hanin së bashku, që flisnin së bashku, që jetonin në të njëjtin çati. Shtëpia e vogël nuk mjaftonte më. Gjoni dhe djemtë e mëdhenj filluan të ndërtonin me duart e tyre një shtëpi më të madhe. Nuk kishin para për të blerë materiale të reja, por Gjoni gjeti materiale të përdorura, dru të vjetër, tulla të rikuperuara nga ndërtesa të shembura. Ndërtimi zgjati 2 vjet, por në fund kishin një shtëpi me 4 dhoma, një kuzhinë dhe një dhomë të madhe ku të gjithë mund të vlidheshin. Ishte një shtëpi modeste, por ishte e tyre. Për Gjonin dhe Marinën, arsimi i fëmijëve ishte më i rëndësishmi se çdo gjë tjetër. Ata e dinin se pa arsim, fëmijët e tyre nuk do të mund të dilnin nga varfëria. Prandaj, edhe kur nuk kishin para për ushqim, gjenin mënyrë të blinin fletore, lapsa, libra. Pietri, djali i parë, ishte një nxënës i shkëlqyer. Ai mbaroi shkollën e mesme me nota të larta dhe fitoi një bursë për të studiuar në universitet. Kur mori vesh, Gjoni dhe Marina qanë nga gëzimi. Ishte hera e parë që dikush nga familja e tyre do të shkonte në universitet. Maria, vajza e dytë, u bë mësuese. Gjoni i vogël studioi bujqësi. Liza u bë infermiere. Tomi studioi mekanik. Një nga një, fëmijët filluan të ndiqnin rrugën e arsimit. Fëmijët më të vegjël shikonin vëllezrit dhe motrat e tyre më të mëdhenj dhe e frymëzoheshin. Ata dinin se edukimi ishte çelësi i së ardhmes së tyre. Por pas kësaj gëzimi, fshihej një vuajtje e thellë. Marina kishte lindur 18 fëmijë në 24 vjet. Trupi i saj ishte shkatruar. Ajo vuante nga dhimbje konstante, nga lodhje ekstreme, nga probleme shëndetësore që nuk mund t'i trajtonte, sepse nuk kishin para për mjek. Një ditë, në vitin 2011, Marina u rrëzua në shtëpi dhe nuk mund të ngrihej. Fëmijët e saj e quan me urgjencë në spital. Mjekët thanë se kishte anemi të rëndë, se kishte humbur shumë gjak gjatë lindjes së fundit, se kishte nevojë për trajtim. Pietri, që tani kishte mbaruar universitetin dhe punonte si inxhinier, mori përgjegjësinë e pagesës së trajtimit të nënës së tij. Ai dhe vëllezërit e tij kontribuan nga paga e tyre për ta shpëtuar Marinën. Marina kaloi 2 javë në spital. Kur u kthye në shtëpi, fëmijët e saj thanë: "Nën, ti ke bërë shumë për ne. Tani na lejo të kujdesemi për ty." Dhe ajo me lot në sy tha: "Ju jeni arsyeja pse unë jetoj." Me kalimin e viteve, shoqëria filloi ta shikonte këtë familje me një sy tjetër. Njerëzit filluan të kuptojnë se Gjoni dhe Marina nuk ishin të çmendur. Ata ishin heronin. Kur Pietri u bë inxhinier, kur Maria u bë mësuese, kur Liza u bë infermiere, kur fëmijët e tjerë filluan të suksesoheshin, njerëzit filluan të thonë: "Shikoni këtë familje, shikoni sa fëmijë të mrekullueshëm kanë rritur, dhe ne i tallnim." Një gazetar lokal dëgjoi për historinë e kësaj familjeje dhe shkroi në artikull të gjatë në gazetë. Artikulli u përhap në të gjithë vendin. Njerëzit filluan të dërgonin letra dhe donacione. Disa organizata bamirësie u ofruan për t'i ndihmuar, por Gjoni dhe Marina nuk donin lëmosh. Ata thonin: "Ne duam vetëm që fëmijët tanë të kenë një shans në jetë. Ne nuk kërkojmë mëshirë, por respekt." Dhe respektin e fituan. Në vitet që pasuan, erdhën edhe 5 fëmijë të tjerë. Tomi, djali i 5, u diplomua si mekanik dhe hapi një punëtor të vogël në qytet. Ishte një moment shumë i rëndësishëm për familjen.
Tani 5 prej fëmijëve të tyre kishin një profesion. Gjoni dhe Marina organizuan një festë modeste në shtëpi. Ftuan fëmijët, miqt, njerëzit që I kishin ndihmuar gjatë viteve. Ishte një moment gëzimi të thellë. Gjoni u ngrit në këmbë dhe tha: "Unë dhe Marina nuk e kemi pasur kurrë më shumë për t'u dhënë fëmijëve tanë, por ju kemi dhënë dashurinë tonë, ju kemi dhënë besimin, ju kemi mësuar të mos dorëzohen kurrë. Dhe sot shoh se ky ishte gjëja më e rëndësishme që mund t'u japja." Të gjithë në dhomë duar të prisën, disa qanë. Fëmijët më të vegjël, Endri dhe Fioralba, ishin ende në shkollë. Ata ishin nxënës të shkëlqyer. Endri donte të studionte mjeksi. Fioralba donte të bëhej avokate. Pietri, Maria, Gjoni, Liza dhe Tomi u premtuan se do të paguanin për arsimimin e vëllezërive dhe motrave të tyre më të vegjël. Ata thanë: "Ne nuk do të lejmë që asnjë prej jush të humb shansin për shkak të parave." Kjo ishte një solidaritet I rrallë, një lloj dashurie që rrallë shihet në botë. Në vitin 2018, Gjoni ishte 53 vjeç, Marina ishte 51 vjeç. Ata I kishin plakur para kohe, por shpirtrat e tyre ishin plot jetë. Ata shikonin fëmijët e tyre dhe ndiheshin krenar. 18 fëmijë, 18 jetë të ndryshme që ata kishin sjellë në këtë botë, që kishin ushqyer, që kishin rritur, që kishin edukuar. Disa mbrëmje, kur ishin vetëm, Gjoni I thoshte Marinës: "A pendohesh për ndonjë gjë?" Dhe Marina përgjigje gjithmonë: "Jo, asnjë sekond, do ta bëja përsëri." Në vitin 2020, bota u përball me pandeminë COVID-19. Shqipëria, si shumë vende të tjera, hyri në izolim të plot. Gjoni dhe Marina ishin të shqetësuar. Disa prej fëmijëve të tyre punonin në qytete të largëta dhe nuk mund të vinin në shtëpi për shkak të kufizimeve të lëvizjes. Por fëmijët organizoheshin çdo ditë. Ata telefononin, dërgonin para, siguronin që prindrit e tyre të mos u mungonte asgjë. Pietri dhe Maria u kthye në fshat për të qëndruar me prindrit e tyre. Ata thanë: "Ne nuk do t'ju lëm vetëm në këtë kohë." Gjatë pandemisë, shumë familje në fshat mbetën pa të ardhura. Gjoni dhe Marina, megjithse të moshuar dhe të lodhur, filluan të ndihmonin fëmijët. Ata ndanin ushqim, ndanin maska, ndanin shpresë. Kryetari I fshatit tha: "Kjo familje që të gjithë tallin vikur, tani është shembulli më I madh I solidaritetit në këtë fshat." Në vjeshtën e vitit 2021, Endri, njëri prej fëmijëve më të vegjël, filloi studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Ishte një moment historik për familjen. Askush nga familja e tyre gjatë brezave nuk kishte qenë mjek. Kur Endri u nis për në Tiranë, e gjithë familja e shoqëroi në stacionin e autobuseve. Gjoni e përqafoi fort dhe I tha: "Bëhu një mjek I mirë, ndihmo njerëzit, sepse ne dim çfarë do të thotë të jesh në nevojë dhe askush të mos të ndihmojë." Endri premtoi se do ta bënte krenar familjen e tij. Fioralba, e bija më e vogël, ishte tani në vitin e fundit të shkollës mesme. Ajo ishte vajza më e zgjuar në klasën e saj. Ajo kishte një ëndër, të bëhej avokate dhe të ndihmonte njerëzit e pafajshëm që akuzoheshin padrejtësisht. Ajo kalonte orë të tëra duke lexuar libra të ligjit që I blinte me kursime të vogla. Ajo shkruante ese të gjata për drejtësinë dhe të drejtat e njerëzit. Mësuesit e saj thonin se ajo kishte një talent të rrallë. Në vitin 2022, Fioralba fitoi një bursë të plotë për të studiuar në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë. Kur mori vesh, ajo vrapoi në shtëpi dhe u hodh në krahët e nënës së saj. Marina qau nga gëzimi. "Ja," tha Marina, "ja ku është shpërblimi për të gjitha ato vite vuajtjesh." Në vitin 2023, Gjoni doli në pension. Ai kishte punuar për gati 40 vjet. Trupi I tij ishte I lodhur, por shpirti I tij ishte I qetë. Fëmijët e tij organizuan një festë në nderim të tij. Të gjithë ishin atje. Pietri me gruan dhe 2 fëmijët e tij, Maria me bashkëshortin dhe vajzën e saj, Gjoni I vogël me familjen, Liza, Tomi, Drita, Gjergji, Arta, Erioni, Lulëzimi, Artani, Besa, Endri dhe Fioralba. Shtëpia ishte plot me zëra, me të qeshura, me fëmijë që vraponin në përdhoma. Gjoni ul në koltukun e tij të vjetër dhe e shikoi përreth. Ai tha: "Unë jam njeriu më I lumtur në botë. Kam 18 fëmijë dhe të gjithë janë të shëndetshëm. Të gjithë janë njerëz të mirë." Marina I zuri dorën dhe shtoi: "Ne e bëm.
pavarësisht se çfarë thonin njerëzit, ne e bëm. Atë mbrëmje, pasi mysafirët u larguan dhe fëmijët më të vegjël shkuan të flinin, Pietri, Maria, Gjoni, Liza dhe Tomi mbetën ulur me prindrit e tyre në domën e madhe. Ata donin të dëgjonin më shumë për ato vite të vështira që ata vetë nuk i mbajnë mend shumë mirë. Baba, tha Pietri, si e bëre? Si punove aq shumë pa u thyer? Gjoni u mendua për një çast, pastaj tha, nuk ishte çështje force, ishte çështje dashurie. Unë të shikoj aty të vogël që flije i uritur dhe dija se duhet të dilja në mëngjes dhe të gjeja diçka. Nuk kishte alternativë. Dhe ti nën, pyeti Maria, si i përballove ato lindje, një pas një? Marina buzëqeshi, por në sytë e saj ishte lot. Çdo lindje ishte një luftë, por çdo herë që dëgjoja britmat e para të foshnjës, kuptoja se lufta kishte vlerë. Çdo fëmijë që erdhi ishte një mrekulli. Edhe kur nuk kisha forcë, nuk kisha ushqim, kur trupi më thoshte të ndalosha, zemra më thoshte të vazhdoja. Ne nuk e dinim sa vuanit, tha Liza me zë të përmbajtur. Ne ishim fëmijë, thjesht luanim, qeshnim, nuk e kuptonim. Dhe kjo ishte qëllimi. Ne nuk donim që ju të ndjenit peshën e varfrisë, donim që ju të ishit fëmijë, të lumtur, pavarësisht gjithçkaje. Tomi, që ishte gjithmonë më i heshturi, foli kur ishte më i vogël. Unë kujtoj një natë kur nuk kishim asgjë për të ngrënë, dhe ti nën na tregove një përrall aq të bukur sa që harrovëm urin. Në mëngjes, dikush kishte lënë bukë te dera jon, ishte si magjike. Marina buzëqeshi, nuk ishte magjike, ishte mirësia e një fqinji, por po, unë përdorja tregime për t'ju bërë të harronit vuajtjen, sepse harrimi është më i mirë se frika. Drita, vajza e katërt, që tani ishte bërë kontabile, tregoi një histori që e kishte prekur thellë. Unë mbaj mend kur isha në klasën e 5, mësiesit na kërkoi të blinim libra të rinj. Unë shkova në shtëpi dhe ju kërkova para. Ju më thatë se nuk kishit. Unë nuk qava, por zemra më u thye. Në ditën tjetër, ti baba erdhe në shkollë me librat. Ti kishe shitur orën tënde për t'i bler ato libra. Gjoni e shikoi Dritën dhe tha, unë nuk kisha nevojë për ato orë, por ti kishe nevojë për ato libra. Por ajo orë ishte vetmja gjë me vlerë që kishe, tha Drita, duke qartë tani. Jo, tha Gjoni, ju jeni gjëja më me vlerë që kam. Ora ishte vetëm një send. Gjergji, djali i 6, shtoi. Unë mbaj mend se kur isha 8 vjeç, disa djem më tallën sepse nuk kisha këpucë të mira. Unë u ktheva në shtëpi dhe nuk ju thash asgjë. Por ti nën e vure re, dhe brenda një jave ti më bleve këpucë. Më vonë mësova se ti kishe qepur rroba për 3 familje për t'i fituar ato para. Marina e puthi Gjergjin në ballë. Unë nuk mund të lejoja që dikush të nënvlerësonte për shkak të këpucëve. Arta dhe Erjoni, binjakt, të lindur në 2004 dhe 2005, me vetëm 11 muaj diferencë, aq afër sa i thërnin binjak në familje, kishin një lidhje të veçantë. Ata kishin qenë gjithmonë bashk, në të mirë e në të keq. Arta, që tani ishte bërë arkitekte, tregoi. Unë dhe Erjoni ishim gjithmonë të fundit që merrnim ushqim, sepse ishim më të vegjëlit atëherë, dhe prindrit tanë siguronin që vëllezrit dhe motrat më të mëdhenj të hanin para. Kur nuk u ankuam, sepse e dinim se kjo ishte mënyra se si mbjetonin familjet e mëdha. Erjoni, që kishte hapur një biznes të vogël në fushën e IT-s, shtoi. Por një ditë, kur isha rreth 9 vjeç, u ankova. Thash, përse ne gjithmonë të fundit? Dhe ti, baba, më ule dhe më shpjegove se çfarë do të thotë të jesh pjesë e një familjeje. Më the se cili prej nesh ka një rol, dhe roli ynë ishte të ishim të durueshëm. Kjo mësim më ka ndihmuar gjatë gjithë jetës. Gjoni buzëqeshi. Unë jam krenar për ju të gjithë, por jam veçanërisht krenar se ju mësuat të jeni bujar, të jeni të durueshëm, të kujdeseni për njëri tjetrin. Lulzimi, Artani dhe Besa ishin 3 fëmijët që lindën midis viteve 2006-2008. Ata ishin në mesin e familjes dhe shpesh ndiheshin të injoruar në krahasim me vëllezrit dhe motrat më të mëdhenj ose më të vegjël. Por ata nuk ishin injoruar. Ata ishin zemra e familjes. Lulzimi, që tani punonte si fizioterapiste, tha: Unë mbaj mend se kur isha 10 vjeç, nëna u sëmur shumë. Aja kishte koll të fortë dhe etje, por nuk shkonte te mjeku sepse nuk kishim para. Unë dhe Artani filluam të mblidhnim shishe plastike nga rrugët dhe t'i shisnim për të mbledhur para. Mbledhëm rreth 500 lek dhe ja dham nënës.
Ajo qau dhe tha se nuk kishte nevojë, por ne këmbgulem që ajo të shkonte te mjeku. Ajo shkoi te mjeku dhe u shërua, por ajo na tha diçka që nuk e kam harruar kurrë. Ju tre më mësuat se nuk jam vetëm, që fëmijët e mi janë forca ime. Artani, që tani ishte elektricist, vazhdoi. Ajo shkoi te mjeku dhe u shërua, por ajo na tha diçka që nuk e kam harruar kurrë. Ju tre më mësuat se nuk jam vetëm, që fëmijët e mi janë forca ime. Besa, që po studionte për të qenë psikologe, tha: Ne donim gjithmonë të tregojmë se edhe ne mund të kontribojmë, edhe nëse ishim të vegjël, sepse kjo është ajo që familja na kishte mësuar. Të gjithë kontribojnë, pavarësisht moshës. Endri dhe Fioralba, dy fëmijët më të vegjël, ishin ende në rrugën e tyre për të arritur ëndrat. Endri, që ishte në vitin e 2 të mjekësisë, tregoi: Unë jam i vetëdijshëm se jam i privilegjuar, sepse vëllezërit dhe motrat e mia më kanë bërë të mundur të studioj pa pasur shqetësime financiare. Pietri, Maria, Gjoni, Tomi, të gjithë kanë kontribuar për të paguar shkollën time. Unë nuk e meritoj këtë, por do të sigurohem që ta shpërblej. Do të bëhem mjek për të shërbyer njerëzit ashtu siç familja ime më ka shërbyer. Fioralba, që ishte në vitin e parë të drejtësisë, tha: Unë kam gjithmonë një ndjenjë të fortë për drejtësinë, sepse kam parë pa drejtësinë me sytë e mi. Kam parë se si njerëzit e varfër trajtohen ndryshe. Kam parë se si prindrit tanë u tallën për vite vetëm sepse ishin të varfër. Unë dua ta ndryshoj këtë. Dua të ndihmoj njerëzit që nuk kanë zë. Marina i shikoi të dy me mall. Ju jeni shpresa jon për të ardhmen, por jo vetëm ju. Të gjithë jeni. Secili prej jush është një pjesë e një mozaiku të madh, dhe mozaiku është i kompletuar kur të gjithë jeni së bashku. Ajo mbrëmje zgjati deri në orët e vona. Një nga një, secili fëmijë tregoi historinë e tij. Ata folën për frikën që ndjenin kur nuk kishin mjaftueshëm ushqim. Ata folën për turpin që ndjenin kur shkonin me rroba të vjetra. Ata folën për momentet kur dëshironin të ishin si fëmijët e tjerë, që kishin lodra, që shkonin në pushime. Por ata folën edhe për dashurinë që ndjenin, për mbrëmjet kur mblidheshin rreth zjarrit dhe dëgjonin tregime, për mëngjesin kur zgjohen dhe gjithë shtëpia ishte plot me zëra dhe qeshra, për momentet kur prindrit e tyre e mbronin nga vota e jashtme. Ne nuk kishim shumë, por kishim njëri tjetrin, dhe kjo ishte më shumë se mjaftueshme. Maria shtoi: Unë nuk do ta ndryshoja asgjë, sepse kjo familje më ka bërë atë që jam. Disa ditë pas asaj mbrëmje, Pietri erdhi me një ide. Ai tha: Nën, baba, unë mendoj se historia juaj duhet të shkruhet. Njerëzit duhet të dinë se çfarë keni përjetuar, se si keni mundur të rrini 18 fëmijë me aq pak burime. Historia juaj mund të frymëzojë mijëra familje të tjera. Gjoni u tall. Kush do të lexojë historinë e dy njerëzve të vjetër e të varfër? Të gjithë, tha Pietri, sepse historia juaj nuk është vetëm për varfërinë, është për dashurinë, për sakrificën, për besimin. Marina u mendua. Dhe si do ta shkruajmë? Ne nuk jemi shkrimtar. Ne do të ndihmojmë, do të shkruajmë bashk, do të mbledhim kujtimet prej secilit prej nesh, do të krijojmë një libër që do të tregojë historinë e kësaj familjeje. Dhe kështu filloi një projekt i ri. Çdo fundjavë familja mblidhej dhe secili tregonte kujtimet e tij. Pietri i shkruante, Maria i organizonte, Liza bënte editimen, Tomi ndihmonte me fotografitë e vjetra. Procesi i shkrimit ishte emocional. Ka momente kur Marina nuk mund të fliste nga emocionet. Ka momente kur Gjoni duhet të dilte jashtë për të marrë frymë. Ata rikujtuan netet kur nuk kishin çfarë të hanin. Ata rikujtuan dimrat e ftohta kur mblidheshin të gjithë rreth zjarrit për të mbajtur ngrohtësinë. Ata rikujtuan lindje të vështira, aksidentin e Gjonit, sëmundjet e Marinës, por ata rikujtuan edhe momentet e gëzimit, ditën kur Pietri u pranua në universitet, ditën kur Maria u bë mësuese, ditën kur Liza u diplomua si infermiere, ditën kur Tomi hapi punëtorinë e tij, ditën kur Endri filloi mjekësinë, ditën kur Fioralba fitoi bursën. Jeta jon ka qenë një përzierje e dhimbjes dhe gëzimit, tha Marina, por nëse do të duhej të zgjidhja përsëri, do të zgjidhja të njëjtën jetë. Në pranverën e vitit 2024, libri u përfundua, e quajtën 18 zemra, historia e një familjeje që nuk u dorëzua kurrë. Pietri kontaktoi disa botues, shumë nuk ishin të interesuar, thonin se histori të tilla nuk shisnin.
por një botues i vogël, një grua që kishte përjetuar vetë vështirësi në jetë, u interesua. Ajo tha, kjo histori duhet të lexohet, unë do ta botoj. Libri u publikua në tetor 2024. Në fillim shitjet ishin të ngadalta, por pastaj një gazetare e njohur lexoi librin dhe shkroi një kritik të shkëlqyer. Ajo tha, ky është libri më i sinqert dhe më frymëzues që kam lexuar ndonjëherë. Kritika u përhap, njerëzit filluan të blenin librin. Brenda një muaji u shit në mijëra kopje. Brenda 3 muajve u bë bestseller në Shqipëri. Letra filluan të vinin nga e gjithë Shqipëria. Njerëzit shkruanin për të shprehur admirimin e tyre. Disa shkruanin, historia juaj më ka dhënë shpresë. Të tjerë shkruanin, unë mendoja se problemet e mia ishin të mëdha, por pas leximit të historisë suaj, kuptova se mund t'i përballoj. Një grua nga Tirana shkroi, unë kam 3 fëmijë dhe mendoja se nuk mund ta përballoja dot. Pas leximit e librit tuaj, kuptova se dashuria është më e rëndësishme se parat. Një burr nga Vlora shkroi, familja juaj është një shembull për ne të gjithë. Ju keni treguar se çfarë mund të arrihet me sakrificë dhe përkushtim. Marina lexonte çdo letër me lot në sy. Ajo tha, unë nuk e dija se historia jon mund të prek kaq shumë njerëz. Në dhjetor 2024, Gjoni dhe Marina u ftuan të flisnin në një konferencë kombëtare për familjen në Tiranë. Në fillim ata ishin nervoz, nuk kishin folur kurrë para kaq shumë njerëzve, por kur u ngjitën në skenë dhe pan qindra fytyra që i shikonin me respekt, ndjen diçka të veçantë. Gjoni foli i pari. Ai tha, unë nuk jam një njeri i veçantë, jam thjesht një burr që deshi familjen e tij, por kjo dashuri më dha forcë të bëj gjëra që nuk mendoja se mund t'i bëja. Marina vazhdoi, ne kemi përjetuar varfëri ekstreme, kemi përjetuar tallje dhe përçmim, por nuk lejuam që kjo të na thente, sepse dinim se fëmijët tanë varen nga ne, dhe ne nuk mund t'i zhgënjenim. Publiku u ngrit në këmbë dhe duartrokiti për 5 minuta. Shumë njerëz qanin, shumë u ndjem të frymëzuar. Pas konferencës, shumë familje të tjera me shumë fëmijë kontaktuan Gjonin dhe Marinën. Ata donin të dinin si e bën, si e përballuan presionin shoqëror, si e menaxhuan buxhetin, si i arsimuan fëmijët. Gjoni dhe Marina organizuan takime mujore në shtëpinë e tyre, ftuan familje nga e gjithë Shqipëria, ndan përvojat e tyre, dhan këshilla, ofruan mbështetje. Një familje me 10 fëmijë nga Shkodra tha, ne mendojmë se jemi të vetëm, por pas leximit të librit tuaj, kuptuam se nuk jemi të vetëm. Një kësht nga Korca, me 8 fëmijë tha, ju keni qenë frymëzimi ynë, libri juaj na ka ndihmuar të mos dorëzohemi. Në janar 2025, Pietri dhe vëlletërit e tij vendosën të krijojnë një fondacion jo fitimprurës për të ndihmuar familjet e mëdha në vështirësi. E quajtën Fondacioni 18 Zemra. Qëllimi i fondacionit ishte të ofronte bursa arsimore për fëmijët e familjeve të mëdha, të ndihmonte me ushqim dhe veshje familjet në nevojë, të organizonte programe edukative për prindrit. Pjesa e të ardhurave nga shitjet e librit shkoi për këtë fondacion. Gjithashtu shumë njerëz donuan. Brenda 6 muajve, fondacioni kishte ndihmuar 50 familje në të gjithë Shqipërinë. Në qershor 2025, Endri përfundoi vitin e 4 të mjekësisë. Ai ishte një nga studentët më të mirë në fakultet. Profesorët e tij thonin se kishte një talent të rrallë për diagnostikimin dhe një zemër të madhe për pacientët. Endri tha, unë kam parë vuajtre në jetën time, kam parë nënën time të vuaj, kam parë baban tim të punoj derisa trupi i tij u shkatrua. Unë dua të sigurohem se njerëz të tjerë të mos vuajnë kur mund të shërohen. Fioralba, në anën tjetër, ishte në vitin e 4 të drejtësisë. Ajo po bënte praktik në një zyrë avokatie që ndihmonte njerëzit e varfër. Ajo kishte marrë pjesë në disa raste të rëndësishme dhe kishte fituar admirimin e kolegëve të saj. Fioralba tha, unë kam parë padrejtësinë me sytë e mi, kam parë se si prindrit e mi u trajtuan, unë dua të jem zëri atyre që nuk kanë zë. Në gusht, Pietri i vogël, djali i Pietrit të madh dhe nipi i parë i Gjonit dhe Marinës u martua. Ishte një moment i madh për familjen. Dasma u organizua në fshat në të njëjtin vend ku Gjoni dhe Marina ishin martuar 40 vjet më parë. Por tani gjërat ishin shumë ndryshe. Kishte ushqim të bollshëm, kishte muzikë, kishte gëzim. Gjoni, duke parë të gjithë familjen e mbledhur, tha: kur unë dhe Marina u martuam, kishin vetëm njëri tjetrin.
Tani shoh këtu gati 200 njerëz, fëmijët tanë, niprit dhe mbesat tona, familja e zgjeruar. Kjo është shpërblimi më i madh që mund të kisha. Marina, me lot në sy, tha: Zoti na ka bekuar. Edhe kur mendonim se nuk mund të vazhdonim, ai na dha forcë, dhe tani shoh se të gjitha vuajtjet kishin kuptim. Disa javë pas dasmës, fëmijët vendosën të shkruanin një letër të përbashkët për prindrit e tyre. E lexuan në një darkë familjare. Letra thoshte: Baba Laq dhe Nëna Laq, ne jemi 18 zemra që ju keni sjellë në jetë, 18 jetë që ju keni ushqyer, që ju keni veshur, që ju keni arsimuar, që ju keni dashuruar. Ju na keni mësuar se dashuria nuk matet me para. Na keni mësuar se familja është gjëja më e rëndësishme në jetë. Na keni mësuar se sakrificës i vlen. Ne nuk jemi të përkryer, por jemi mirënjohës, jemi të fortë, jemi bujar, sepse ju na keni mësuar të jemi kështu. Ne nuk do të mund të ju shpërblejmë kurrë për gjithçka që keni bërë, por do të përpiqemi çdo ditë të jetojmë në mënyrë që të na bëni krenar. Faleminderit që na sollët në jetë, faleminderit që nuk u dorëzuat, faleminderit që na dashuruat kur nuk kishit asgjë tjetër për të na dhënë. Ne jemi 18 zemra, por të gjitha rrahin për ju, me dashuri të pafund, fëmijët tuaj. Kur e mbaruan së lexuari letrën, të gjithë në dhomë qanë. Gjoni dhe Marina nuk mund të flisnin. Ata thjesht i përqafuan fëmijët e tyre një nga një. Në shtator, një kanal televiziv kombëtar ftoi Gjonin, Marinën dhe të gjithë fëmijët e tyre për një intervistë speciale. Ishte një emision i transmetuar drejt për drejt dhe u shikua nga mijëra njerëz në të gjithë vendin. Prezantuese, një grua e njohur që kishte përjetuar vetë vështirësi në jetë, i pyeti: Si e bët? Si rritet 18 fëmijë me kaq pak burime? Marina u përgjigj: Nuk ishte e lehtë. Ka pasur net kur kam qarë dhe kam pyetur Zotin përse na jepte kaq shumë në të, por çdo mëngjes kur shikoja fytyrat e fëmijëve të mi, gjeta forcë për të vazhduar. Gjoni shtoi: Ne nuk kishim një plan, nuk kishim një strategji, thjesht besuam se dashuria do të ishte mjaftueshëm, dhe ishte. Prezantuesja u drejtua fëmijëve: Si ishte të rriteni në një familje kaq të madhe? Pietri tha: Ishte i vështirë, por ishte i bukur. Ne mësuam të ndajmë, të kujdesemi për njëri tjetrin, të jemi mirënjohës për gjithçka që kishim. Maria shtoi: Unë nuk do ta ndryshoja asgjë, sepse kjo familje më ka bërë atë që jam. Në shtator, presidenti i Republikës së Shqipërisë ftoi Gjonin dhe Marinën në një ceremoni zyrtare. U dha një çmim special për kontributin e jashtëzakonshëm në familje dhe shoqëri. Gjatë ceremonisë, presidenti tha: Gjoni dhe Marina përfaqësojnë vlerat më të larta të familjes shqiptare. Ata kanë sjellë në jetë dhe kanë rritur 18 fëmijë me dinjitet, me dashuri, me sakrificë. Ata janë një shembull për ne të gjithë. Gjoni, në fjalën e tij të shkurtër, tha: Unë nuk jam hero, jam thjesht një baba që dashuroj fëmijët e mi. Por nëse historia jon mund të frymëzojë edhe një familje të vetme, atëherë të gjitha vuajtjet kanë pasur vlerë. Deri në fund të vitit 2025, Gjoni dhe Marina kishin 22 nipri dhe mbesa. Fëmijët e tyre të parë kishin filluar të krijonin familjet e tyre. Pietri kishte 3 fëmijë, Maria kishte 2, Gjoni i vogël kishte 1, Liza kishte 4, Tomi kishte 3. Shtëpia e Gjoni dhe Marinës ishte vendi ku të gjithë mblidheshin çdo fundjavë. Miprit dhe mbesat vraponin në probor, luanin, qeshnin. Gjoni, megjithse i moshuar, luante me ta, u tregonte prralla, u mësonte vlera. Marina, nga ana tjetër, i mësonte mbesat e saj të vogla të gatuanin, të qepnin, të kujdeseshin për shtëpinë. Ajo u tregonte: Ju duhet të dini këto gjëra, jo pse jeni vajza, por sepse janë aftësi jetësore që çdo kush duhet i ketë. Një ditë, një nga mbesat e vogla, Eliza, e pyeti Marinën: Gjyshe, a është e vërtetë që ti dhe gjyshi kishit 18 fëmijë? Marina buzëqeshi: Po e dashur, 18. Por pse kaq shumë? Pyeti Elisa. Sepse secili prej tyre ishte një bekim, u përgjigj Marina. Dhe tani, ju jeni bekimi ynë i ri. Në nëntor 2025, një regjizor i njohur shqiptar u interesua për historinë e familjes dhe propozoi të bënte një dokumentar. Ai tha: Kjo histori duhet të ruhet jo vetëm në libër, por edhe në film. Gjeneratat e ardhshme duhet ta shohin. Gjoni dhe Marina ranë dakord. Filmimet zgjatën 3 muaj. Regjizori intervistoi të gjithë fëmijët, mori pamje nga shtëpia e vjetër ku kishin jetuar, vizitoi vendet ku Gjoni kishte punuar, ku Marina kishte lindur fëmijët. Dokumentari u quajt 18 zemra,
një histori e vërtet. U shfaq në kinemat në shkurt të vitit 2026 dhe salla ishte plot. Njerëzit qanë, qeshën, u prekën thellësisht. Një kritik filma shkroi: "Ky është një nga dokumentarët më të ndikueshëm që kam parë ndonjëherë. Ai tregon forcën e familjes, fuqinë e dashurisë dhe bukurinë e sakrificës." Një ditë pranvere, Gjoni dhe Marina vendosën të vizitonin fshatin e vjetër ku kishin jetuar në vitet e para të martesës së tyre. Shtëpia e vjetër ishte ende atje, e rënuar dhe e braktisur, por ende në këmbë. Disa fëmijë të vjetër i pan dhe erdhi të flasin me ta. Shumë prej tyre ishin plakur, ashtu si Gjoni dhe Marina. Një grua e moshuar, që dikur kishte qenë një nga më kritiket ndaj tyre, tha: "Unë dua të kërkoj falje, unë ju talleja, thoja gjëra të këqija për ju, por ju provuat se unë gabova. Ju jeni njerëzit më të mëdhenj që kam njohur ndonjëherë." Marina e përqafoi gruan: "Nuk ka nevojë për falje. Ju bënit atë që mendonit se ishte e drejtë në atë kohë. Ne kur nuk mbajtëm inat." Një burr i moshuar, që kishte qenë fëmijë i tyre, tha: "Unë mbaj mend kur ju nuk kishit asgjë për të ngrënë dhe unë nuk ju ndihmova. Kam jetuar me atë faj për vite." Gjoni e vuri dorën në supë: "Ju bët atë që mundet. Askush nuk është i përkryer. Ne nuk ju fajsojmë." Ishte një moment pajtimi, faljeje, shërimi. Pas suksesit të librit dhe dokumentarit, Gjoni dhe Marina filluan të ftohen për të folur në universitete dhe shkolla në të gjithë Shqipërinë. Ata flisnin për familjen, për vlerat, për rëndësia e arsimit. Në një universitet në Tiranë, një student e pyeti: "Si mund të arrini të mbani familjen bashk kur bota moderne po e shkatërron konceptin e familjes?" Gjoni u përgjigj: "Familja mbahet bashk me dashuri, me komunikim, me kohë të kaluar së bashku. Parat nuk e mbajnë familjen bashk, teknologjia nuk e mban familjen bashk, vetëm dashuria e bën." Në një shkollë të mesme në Shkodër, një nxënës pyeti: "Si mund të mos humbasim shpresën kur jeta është e vështirë?" Marina u përgjigj: "Shpresa nuk vjen nga jashtë, vjen nga brenda. Ju duhet të besoni se pavarësisht se sa e vështirë është sot, nesër mund të jetë më e mirë, dhe nëse ju punoni fort, nesër do të jetë më e mirë." Gjoni filloi të ndjente dhimbje në gjoks. Në fillim nuk i dha rëndësi, por kur dhimbja u bë më e fortë, fëmijët e tij e detyruan të shkonte tek mjeku. Pas disa analizash, mjekët zbuluan se Gjoni kishte probleme me zemrën. Vitet e punës së rënd, stresi, ushqyerja e dobët në të kaluarën, të gjitha kishin lënë gjurmë. Mjekët thanë se kishte nevojë për një operacion. Ishte një operacion i rrezikshëm, por i nevojshëm. Fëmijët organizuan gjithçka. Endri, që tani ishte bërë mjek i ri, bisedua me specialistët më të mirë në vend. Ata siguruan që babai i tyre të merrte kujdesin më të mirë. Para operacionit, Gjoni i mblodhi të gjithë fëmijët. Ai tha: "Nëse diçka shkon keq, dua që të ju të dini se jam njeriu më i lumtur në botë. Ju më keni dhënë më shumë dashuri se sa mund të kërkoja ndonjëherë." Marina me lot në sy tha: "Nuk fol kështu. Ti do të jesh mirë. Ne kemi nevojë për ty." Operacioni u krye në maj 2026, zgjati 5 orë. Gjatë gjithë kohës, familja qëndroi në dhomën e pritjes së spitalit. Të gjithë 18 fëmijët ishin atje, nipët dhe mbesat ishin atje, miqt, fëmijët, njerëzit që i njihnin, të gjithë ishin atje. Ata luteshin, ata mbështesnin njëri tjetrin, ata qanin dhe shpresonin. Kur kirurgu doli nga salla e operacionit, të gjithë u ngrit në këmbë. Zemrat u ndalën për një moment. Kirurgu buzëqeshi: "Operacioni shkoi mirë, ai është i fortë, do të shërohet." Dhoma shpërtheu në bërhoritje e lot gëzimi. Marina ra në gjunjë dhe falenderoi Zotin. Fëmijët e përqafuan njëri tjetrin. Gjoni shtrëndroi në spital për 2 javë. Çdo ditë, fëmijët e tij vinin për ta vizituar. Ata i sillnin lule, ushqim të shijshëm, tregime për atë që po ndorte në shtëpi. Endri, si mjek, ishte veçanërisht i kujdesshëm. Ai sigurohej se babai i tij merrte medikamentet e duhura, që ushqehej mirë, që pushonte mjaftueshëm. Kur Gjoni u lirua nga spitali, fëmijët organizuan një pritje të vogël në shtëpi. Kishin dekoruar shtëpinë me banderola që thonin: "Mirë se erdhe në shtëpi, baba." Gjoni, duke parë këtë, qau nga gëzimi. Ai tha: "Unë kam jetuar një jetë të bekuar. Kam një grua të mrekullueshme, 18 fëmijë të mrekullueshëm, dhe tani kam edhe 22 nipër e mbesa. Çfarë më shumë mund të kërkoja?" Gjoni dhe Marina festuan 40 vjet martesë.
Fëmijët e tyre organizuan një festë të madhe. Mblodhën të gjithë familjen, miqt, fëmijët, ishim mbi 250 persona. Organizuan një darkë të madhe, muzikë dhe një program special ku secili fëmijë tregoi një histori për prindrit e tyre. Pietri foli i pari. Kur isha i vogël, mendoja se të gjithë prindrit ishin si të mit. Mendoja se të gjithë punonin ditë e natë, se të gjithë jetonin me kaq pak. Vetëm kur u rita, kuptova se ju nuk ishit normal. Ju ishit të jashtëzakonshëm. Maria vazhdoi. Ju më keni mësuar se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë. Është veprim, është sakrificë, është zgjedhja të vish në punë edhe kur je i sëmur, të ushqesh fëmijët e tu edhe kur ti nuk ke ngrënë. Liza shtoi. Ju më keni mësuar se familja është gjëja më e rëndësishme në jetë. Jo karriera, jo parat, jo fama, familja. Një nga një, të gjithë fëmijët folën, dhe në fund, Gjoni dhe Marina u ngritën për të folur. Marina tha, 40 vjet, sa shpejt kaloi, por çdo ditë ka qenë e vlerë, çdo sëmundje, çdo vështirësi, çdo lot, të gjitha kanë pasur kuptim, sepse në fund, ne kemi ju, dhe ju jeni gjithçka për ne. Gjoni shtoi, nëse do të kthehesha mbrapa në kohë, dhe dikush do të më thoshte se jeta do të ishte kaq e vështirë, nuk e di nëse do të kisha guximin ta filloja. Por tani, duke shikuar mbrapa, nuk do të ndryshoje asgjë, sepse kjo jetë, me të gjitha vështirësitë e saj, ka qenë e bukur. Familja gjeti një stabilitet që nuk e kishin përjetuar kurrë më parë. Të gjithë fëmijët ishin të punësuar ose në shkollë. Askush nuk ishte i uritur, askush nuk ishte pas tre. Të gjithë kishin mundësi. Pietri ishte inxhinier i suksesshëm. Maria ishte drejtore e një shkolle. Gjoni i vogël kishte një fermë të vogël. Liza ishte infermiere kryesore në një spital. Tomi kishte zgjeruar punëtorinë e tij. Drita punonte si kontabiliste. Gjergji kishte hapur një dyqan. Arta punonte si arkitekte. Erioni kishte një kompani IT. Lulzimi ishte fizioterapiste. Artani punonte si elektricist. Besa po mbaronte studimet në psikologji. Endri ishte në vitin e fundit të mjekësisë. Fioralba po përfundonte studimet për drejtësi. Dhe 4 fëmijët e tjerë, që nuk i kemi përmendur shpesh sepse ishin më të vegjël dhe ishin ende duke u formuar, ishin në shkollë të mesme dhe ishin nxënës të shkëlqyer. Gjithsecili prej tyre kishte gjetur rrugën e tyre, por të gjithë mbetën të lidhur me njëri tjetrin. Çdo të diel, pavarësisht se sa të zënë ishin, të gjithë fëmijët vinin në shtëpinë e Gjonit dhe Marinës për darkë. Ishte një traditë që nuk thyhej kurrë. Ata gatuanin së bashku, hanin së bashku, tregonin histori, qeshin, ndonjëherë debate, por gjithmonë me dashuri. Niprit dhe mbesat luanin së bashku. Fëmijët më të mëdhenj ndihmojnë më të vegjëlit me detyrat e shkollës. Gratë flisnin për familjet e tyre. Burrat diskutonin për punën. Por çdo darkë përfundonte në të njëjtën mënyrë. Të gjithë mblidheshin në domën e madhe dhe Gjoni tregonte një histori nga e kaluara. Ato histori bëheshin legjenda familjare që do të trashëgoheshin nga brezi në brez. Një mbrëmje, Gjoni dhe Marina i thirrën të gjithë fëmijët e tyre për një bisedë speciale. Ata thanë, ne po plakemi, nuk do t'jemi këtu për gjithmonë, dhe ka disa gjëra që duam t'ju themi përpara se t'jetë shumë e vonë. Gjoni foli i pari. Ju duhet të mbani familjen bashk. Kjo është përgjegjësia më e madhe juaj. Pavarësisht nëse keni mosmarrveshje, pavarësisht nëse jeni larg njëri tjetrit, pavarësisht nëse jeta bëhet e vështirë, mbani familjen bashk, sepse familja është e vetmja gjë që mbetet kur gjithçka tjetër shkatrohet. Marina vazhdoi. Ju duhet t'i mësoni fëmijët tuaj vlerat që ne ju kemi mësuar ju. Mësojini t'jenë të përullur, mësojini t'jenë bujar, mësojini të mos harroni kurrë nga erdhën, mësojini se parat vinë e shkojnë, por karakteri mbetet për gjithmonë. Pietri tha, ne premtojmë, ne do të mbajmë familjen bashk, do të transmetojmë vlerat që ju na keni mësuar, do të sigurohemi se historia juaj të mos harrohet kurrë. Të gjithë fëmijët e tjerë shtuan,
Ne e premtojmë. Fioralba diplomua me nota të larta nga Fakulteti i Drejtësisë. Ishte fëmiu i 18 që përfundonte arsimin e lartë. Gjoni dhe Marina ishin në ceremoninë e diplomimit. Kur Fioralba mori diplomën dhe u kthye për t'i parë, ata qanë nga prenaria. Pas ceremonisë, Fioralba tha: "Jam fëmiu i 18, por ju nuk më keni trajtuar kurrë si vetëm një tjetër. Ju më keni bërë të ndihem e veçantë dhe unë do të sigurohem se çdo njeri që ndihmoj të ndjej të njëjtën gjë." Marina e përqafoi: "Je e veçanta, të gjithë jeni të veçantë, secili prej jush është një dritë e ndryshme, por të gjithë së bashku bëjnë një yll të shkëlqyer." Endri diplomua si mjek. Ishte një nga momentet më të larta për familjen. Gjatë ceremonisë së diplomimit, profesori i tha: "Endri është një nga studentët më të talentuar që kam pasur ndonjëherë, por më shumë se talenti, ai ka një zemër që rreh për të tjerët. Ai do të jetë një mjek i shkëlqyer." Pas ceremonisë, Endri tha për prindrit e tij: "Unë nuk do të isha këtu pa ju. Ju më keni mësuar se çfarë do të thotë të kujdesesh për të tjerët. Dhe tani, unë do ta bëj këtë për pjesën tjetër të jetës sime." Gjoni e përqafoi dhe i tha: "Unë gjithmonë kam ndëruar që një nga fëmijët e mi të bëhej mjek, dhe tani ajo ëndër u realizua. Të jam shumë krenar për ty." Familja vendosi të bënte një fotografi zyrtare me të gjithë: Gjonin, Marinën, 18 fëmijët, të gjithë bashkëshortët, gratë e tyre dhe të gjithë niprit dhe mbesat. U deshën 2 orë për të organizuar të gjithë. Fotografi qeshte dhe thonte: "Kjo është familja më e madhe që kam fotografuar ndonjëherë." Kur më në fund të gjithë ishin në pozicion, Gjoni tha: "Prisni një moment." Ai u ngrit dhe i tha fotografit: "Përpara se të bësh foton, dua t'u them diçka të gjithëve." Ai u kthye nga familja e tij: "Shikoni këtë. Shikoni se çfarë kemi ndërtuar. Nga 2 njerëz të varfër që nuk kishin asgjë, ne kemi krijuar një familje prej mbi 260 personash. Kjo është forca e dashurisë. Kjo është fuqia e besimit." Marina shtoi: "Dhe kjo do të vazhdoj, brez pas brezi. Familja jonë do të jetë gjithmonë e fortë, sepse ju e dini se çfarë vlerë ka." Fotografi bëri foton, dhe ajo foto u bë simboli i kësaj familje të jashtëzakonshme. Pietri dhe vëllezërit e tij themeluan një fond arsimor për niprit dhe mbesat e tyre. Qëllimi ishte që asnjë fëmijë në familje të mos humbas mundësinë e arsimit për shkak të parave. Çdo muaj, secili prej fëmijëve të mëdhenj kontribonte një shumë të vogël, dhe kur një nipër ose mbes do të shkonte në universitet, fondi do t'i paguante shpenzimet. Ishte një mënyrë për të siguruar që vlera e arsimit, që Gjoni dhe Marina kishin ngurë tek fëmijët e tyre, do të vazhdonte edhe te brezat e ardhshëm. Gjoni dhe Marina dhanë një intervistë të fundit për një revistë kombëtare. U pyetën: "Nëse do t'i jepnit një këshill botës, çfarë do t'ishte?" Gjoni tha: "Mos u friksoni nga vështirësitë. Vështirësitë janë ato që na bëjnë më të fortë, dhe mos mendoni se lumturia vjen nga parat. Vjen nga dashuria, nga familja, nga njerëzit që keni pranë." Marina shtoi: "Dhe mos harroni kurrë se çdo jetë ka vlerë. Çdo fëmijë që sillni në këtë botë është bekim. Edhe nëse nuk keni shumë për t'i dhënë, jepini dashurinë tuaj, sepse dashuria është gjëja më e rëndësishme." Fondacioni 18 Zemra filloi të marrë vëmendje ndërkombëtare. Organizata të ndryshme humanitare nga Europa dhe Amerika u interesuan për punën që po bënte. Një organizatë nga Gjermania ofroi bashkëpunim dhe financim. Një organizatë nga Amerika ofroi të ndihmonte në zgjerimin e programeve arsimore. Brenda 6 muajve, fondacioni ishte duke ndihmuar jo vetëm familje në Shqipëri, por edhe në Kosovë, në Maqedoni dhe në komunitetet shqiptare në diasporë. Pietri, që drejtonte fondacionin, tha: "Kjo është trashëgimia e prindërve tanë. Ata nuk ndërtuan pasuri materiale, por ndërtuan diçka më të rëndësishme, një shembull se si duhet jetohet jeta." Marina filloi të ndjente lodhje ekstreme. Mjekët zbuluan se kishte anemi të rëndë dhe se trupi i saj ishte jashtëzakonisht i dobët nga vitet e lindjes dhe punës së rëndë. U shtrua në spital për trajtim. Fëmijët e saj nuk e lanë vetëm asnjë moment. Ata organizoheshin në turne për të qëndruar me të, për t'i lexuar, për të biseduar, për ta mbajtur të shoqëruar. Endri, si mjek, siguroi se nëna e tij merrte kujdesin më të mirë.
ai bisedoi me specialistët dhe organizoi një plan trajtimi të plot. Pas 3 javësh, Marina u përmirësua dhe u kthye në shtëpi. Por eksperienca ju kujtoi të gjithëve se prindrit e tyre po plaknin dhe që duhet të shijojnë çdo moment me ta. Një ditë pranvere, Gjoni dhe Marina u ulën me niprit dhe mbesat e tyre më të mëdhenj, ata që ishin tashmë adoleshent. Gjoni u tha: "Ju nuk e keni përjetuar atë që përjetuan prindrit e tuaj. Ju keni rritur në kohë më të mire, por duat ju dini nga vim, duat ju dini për sakrificën që u bë për ju." Ai ju tregoi histori për netët e ftohta dimrit, kur nuk kishin dru për zjarr, për ditët kur nuk kishin bukë për të ngrënë, për herët kur prindrit e tyre ecnin kilometra në borë për të shkuar në shkollë. Mbesat dhe niprit dëgjonin me vëmendje. Shumë prej tyre qanë. Marina u tha: "Ne nuk ju tregojmë këto histori për t'ju bërë të ndiheni keq. Ju tregojmë që t'jeni mirënjohës, që të kuptoni se çdo gjë që keni sot është rezultati i sakrificës së dikujt tjetër. Dhe një ditë ju do të bëni sakrifica për fëmijët tuaj." Një nga niprit, një djalë 15 vjeçar që quhej Mark, tha: Gjyshe, unë premtoj se nuk do ta harroj kurrë këtë dhe do t'ju mësoj fëmijëve të mi."